Kujt na thot se ne po pengojmë integrimin evropian të Shqipërisë. U themi se kjo është një betejë për Shqipërinë evropiane. Kujt na thot se ne po pengojmë liberalizimin e vizave. U themi se kjo betejë është kundër këqijave që e kanë penguar liberalizimin e vizave deri sot. Nga korrupsioni tek pasia e qeverisë për të hequr kufi i televizjes shqiptare. Hapi ato kuti për të nxjerrë që aty armën e korrupsionit që vrau zgjedhë të shkuara në mënyrë që zgjedhë ashme të mos vriten dot më nga e njëjta armë. Deli pari i qeverisë dhe thot rritja jonë ekonomike po ja merr mend planetit, kurse njerëzit paguajnë çdo ditë më shumë. Por të blerë gjithnjë e më pak se në më parë, dhe nuk ka vinë dot më fundin e muajit. I pari i qeverisë thot, sa të më keni mua, nuk do të rritet kur çmimi i dritave. Lërni se ç'thon ministrat e mi. Por ja që fatura e dritave hyn në nder, tinëzisht, edhe më e madhe sa çmimi i rritur për shkak se qeveria shqiptare nuk ja paguan dot borxhin e vet, prej 40 milion eurosh ose shës, po u afuta të shqiptarëve për mbi rritjen e papërballueshme të çmimit me ligj. Ka vetëm një Shqipëri që rritet realisht për ditë në fuqinë e vet ekonomike. Kjo është Shqipëria që jeton në oborin e familjarëve, klientëve dhe shërbëtorëve të Sali Berishës. Vrasja e Gërdecit, rënja e tunelit Kalimashit, përmbytja skandaloze e Shkodrës, janë shembujt e tmerrshëm të kapjes shtetit për interesat e oborit një pushteti që po e mbyt Shqipërinë në një det padrejtësish dhe pislëqesh, kur përballiten çdo ditë njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Ne sot i ofrojmë Shqipërisë kurajën tonë për ta çuar deri në fund të betejë, vendosmërinë tonë për të mos u ndalur përpara asnjë presioni e pengese, pasionin tonë politik për të ndërtuar bashkë me shqiptarët rrugdaljen nga varfëria, papunësia e padrejtësia, duke vendosur në themelin e jetës sot përbashkët të drejtën për ta gjykuar qeverinë me votë. Eja li bashkoni me ne, se s'dihet kur as ku mbaron kjo betejë. Ndryshe s'do qenë betejë, po fush për të mbjerë me lule. Është ora të rezistojmë në këtë bulevard të dëshmorëve të kombit për të shpëtuar demokracinë të ardhmen, duke shkëputur fatin e zgjedhjeve nga kthetrat e pushtetit korrupsionit. Është një betejë e vështirë, aspiratash të mëdha, dhe ne jemi gati ta çojmë përpara me çdo sakrificë të madhe që do të nevojitet. Turp Sali Berisha, që u rinjallën shqiptarëve fantazma në tribunës festive të 1 maj dhe kohën e sytë të tubimeve të lumturisë kolektive, që dikur i organizonte partia jote e punës për të manifestuar fuqinë e diktaturës proletariatit, ndërsa sot i organizon pushteti yt i korruptuar për t'i bërë një kashillok primitiv popullit opozitar.